Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahun e madh e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatitë që na i ka dhënë. Në veçanti e falenderojmë për mirësinë dhe begatinë që na ka bërë musliman, na ka bërë pjesëtar të këtij dinit. E veçanërisht që na e ka dhënë edhe një mundësi të artë që na me e shkruajt emrin ton në listën e xhenetlive. Na e ka mundësuar që edhe një Ramazan me mujt me jetu, që nëse na dim me e shfrytzu në mënyrën më të duhur, jemi xhenetli. E nëse nuk dim me e shfrytzu që ashtu qish Allahu është i kënaqur, atëherë mirë për neve. Andaj edhe shfrytëzoj rastin që Allahu me o pasba kabul krejt adhurimet dhe ibadetet që i keni bërë deri tash, për shkak se jemi në fundin e këtij muajit, kanë mbetë edhe pak ditë deri ditën e Bajramit. Andaj lut Allahun që Allahu t'ja pranon adhurimet, na jep forcë dhe kuvet që dalmi prej këtij muajit faqebardh, duke e shkruar emrin në listën e xhenetlive. Njëkohësisht shfrytëzoj rastin ta falenderoj hoxhën tim dhe hoxhën tuaj, hoxhën Amir Isakun, për nderin dhe ftesën që na e ka bë, që na t'ju drejtohemi juve me disa fjalë në këtë xhami. Është vllau jem i shpirtit. E kam më shumë hoxh se sa ju, andaj e kam një përgjegjësi të madhe kur flas para tij. Lut Allahun që Allahu ta shpërblen me të mirat e tij. Duke menduar për temën se çka më fol, mendova që këtë temë ta lidh pak me historikun e kësaj xhamie. Krejt na e dim që xhamia e Duçanxhikut është xhamia e Kur'anit. Është xhamia e hafëzllarëve. Është njëna prej xhamiave që më shumti i bëhet hizmet fjalës të Allahut. Edhe mendova që ndoshta duke i bashkuar të gjitha jemi në muajin e Kur'anit, jemi në xhamin e Kur'anit, jemi me xhamatin e Kur'anit, nuk na përket dhe nuk na takon të flasim diçka tjetër, por se duke e lidhur me Kur'anin. Kur'ani është fjala e Allahut subhanahu wa taala. E ka përmend Allahu një ajet, thot Allahu wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay. Na e kena zbrit këtë Kur'an, ta kena zbrit ty o Muhammed, është shpjegim, është qartësues për çdo gjë, është qartësues për çdo problem. Wa huda është edhe udhëzim për kë kërkon udhëzim. Wa rahma është edhe mëshirë. Ky Kur'an është mëshirë. Por edhe më me rëndësi se krejt këta, wa bushra lil muslimin. Është përgëzim për muslimanët. Çfarë përgëzimi mundet me qenë Kur'ani? Kur'ani është harta që nëse ti e humb rrugën tënde në dunjë, mundesh me gjetë rrugën Kur'an. Kur'ani është harta që nëse ti nuk din se çish me shku në xhennet, mundesh me gjetë rrugën Kur'an. Prandaj edhe Allahu e ka thujt përgëzim për muslimanët. E kush e kupton këtë Kur'an? Çish me kuptu këtë Kur'an? Allahu në surën Yusuf thot inna anzalnahu Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Na e kena zbrit këtë Kur'an në gjuhën arabe që ju të logjikoni mbi këtë Kur'an. Për shkak se gjuha arabe është gjuha më e pasur në botë. Është e mirënjohur kjo. Edhe nuk ka mundësi të mendohet dhe të logjikohet dhe të praktikohet në mënyra më e saktë se ato që çka ka kërkuar Allahu post në gjuhën arabe. Edhe për këtë shkak është zbrit Kur'ani në gjuhën arabe. Andaj na për me kuptu mesazhin dhe për me i kuptu detyrat dhe obligimet që Allahu na drejtohet neve në Kur'an, duhet logjikojmë këtë ajete. E kam përgjedh për sot të flas për një kategori të veçantë që Allahu i ka dhënë shumë rëndësi në Kur'an. Është një kategori e fjalëve të Allahut subhane, përbëhet prej një thirrjeje shumë të rëndësishme, e cila thirrje realisht duhet me lënë shenjë në zemrën tonë. E nga thirrjet më të rëndësishme të Kur'anit, nga thirrjet më të rëndësishme që Allahu flet në Kur'an, është thirrja që krejt na e dim. Është thirrja ja ejuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besu. Fillimisht para se me fillu me trajtu këtë si thirrje, duhet t'ja bëj vetes pyetje dhe pastaj juve. A e ke kuptuar realisht këtë thirrje?
kur Allahu thot o ju që keni besu? A ndjejmë na se Allahu po na flet neve drejt për drejt? A je ti targeti i kësaj thirrjes? A je ti i synuar në këtë thirrje? Ose pak më shqip, a është të dashur Allahu me të fol ty, apo ti nuk e sheh veten këtë thirrje? Thot Abdullah ibn Mesudi, është shprehja e njohur e tij kur Allahu subhanahu thot në Kur'an ya ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besu, kushtojini shumë rëndësi, jepjani veshin kësaj fjale, jepjani veshin kësaj thirrje shumë të madhe. Për shkak se fa innahu khairun tu'maru bih, është një punë e hajrit që do të vijon pas thirrjes ya ayyuhalladhina amanu, për të cilën ti do të urdhërohesh për me e bë. E nëse e ban, ke me marrë shpërblim dhe kanë me të rrit gradat e tua në xhennet, ose është sherrun tunha anh, është një punë e ndaluar, pas të cilës Allahu ku do thotë ja ayyuhalladhina amanu ka me ardhur një ndalesë që nëse ti i ruhesh kësaj ndalesës, Allahu ka me të rrit prej zarmit xhehenim. Kjo na tregon se muslimani duhet të jetë shumë i vëmendshëm ndaj këtyre thirrjeve, edhe kur specifikisht e dëgjon thirrjen ja ayyuhalladhina amanu. Për shkak se pas ka mundësi me qenë një urdhër i cili ka më na urdhëruar neve me vepun një punë, që nëse nuk e bëjmë na ka mundësi me na ndëshkuar neve, e nëse e bëjmë ka mundësi që neve me na ngrit gradat në xhennet, ose ka më na treguar për neve për një ndalesë, që nëse ruhemi fitojmë shpërblim, e nëse veprojmë do të binë haram. Allahu në këtë Kur'an, vëllezër dashur, rrafsh 89 herë ju është drejtu besimtarve me thirrjen ja ayyuhalladhina amanu. Nuk përsëritet diçka në Kur'an vetëm se don me tregu vlerën e asaj që Allahu ka dashur me thonë për këtë. Se përndryshe s'ka pse mu përsërit. E Allahu rrafsh 89 herë është drejtu me ja ayyuhalladhina amanu. E kam nda këtë ligjërat në 5 pika caktume, që kryesisht krejt këto thirrjet ja ayyuhalladhina amanu marrin hise të njëna prej këtyre 5-ve, edhe pse janë pak më shumë, po kryesisht janë këto 5 të cilat i ngërthejnë krejt thirrjet e Allahut ja ayyuhalladhina amanu. Shpresoj të jemi të gatshëm për t'u ballafaçu, për shkak se është një sprovë për neve. Thirrja e parë titullohet thirrja për besim dhe bindje ndaj Allahut subhanahu. Thot Allahu në Kur'an ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi war rasuli. O ju të cilët keni besu, besoni në Allahun dhe pejgamberin. Allahu i është drejtuar besimtarëve me thirrjen fi'lul madhi, me thirrjen e të kaluarës, o ju të cilët keni besu. Nuk ka nevojë me thon besoni, për shkak se kanë besu. Çka ka dashur me thon Allahu subhanahu në këtë ajet, o ju të cilët keni besu, besoni hakikat Allahun subhanahu wa taala me çata që Allahu ta ka dërguar ty, me këtë Kur'an, me çata pejgamber që Allahu ta ka dërguar ty, me çata hadithe. Ky është një urdhër për përmirësimin e gjendjes tonë fetare, për mundu me arrit kulminacionin e të qenurit besimtar. Ndoshta pak më e njohshme edhe më e përdorur është një lutje që na e bëjmë kësaj. Në çdo namaz që hafozja e falin namazin, edhe në çdo namaz tonë individual, kur e kthejmë surën Al-Fatiha, që Allahu e ka thujt në një hadith kutsi, qasamtu salati baini wa baina abdi qismain, e kum do namazin tem mes meje dhe robit tem dy pjesë. Idha qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin hamadani abdi, kur thot robi alhamdulillahi rabbil alamin, ka falendëruar mu robi derisa arrin te pjesa që i takon robit. Kjo është për Allahun. Derisa arrin te pjesa që i takon robit, kur thojmë na ihdina siratal mustaqim, na udhëzon neve në rrugën e drejtë. Mirë, na nuk jemi në rrugën e drejtë? Kush ka shtiti mu fal namaz? Kush ka pru deri në namaz? Kush ta ka mundësu që ti me kuptu se namazi është çështje e pakapërcyeshme? Allahu subhanahu, që ka të ka udhëzuar në rrugën e drejtë. E pse ka nevojë që na me thon ihdina siratal mustaqim çdo namaz? Është shpjegimi që e përmendëm më parë, që ti me këtë thirrje dhe me këtë dua realisht e kërkon përmirësimin e gjendjes tënde, e kërkon kulminacionin. E këtij kontekstit është edhe një thirrje tjetër e njohur. Thot Allahu subhanahu surën Tauba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O ju të cilët keni besu, keni frikë Allahun subhanahu, edhe rrini, qëndroni me të sinqertët, me të drejtët. Andaj të reflektojmë dhe ta pyesim veten tonë se ne a jemi drejt me vepra dhe me fjalët tona. Komentatorët e Kur'anit e ndajnë këtë ajet në dy pjesë. Japin shpjegim për pjesën e parë që Allahu ka thënë o ju të cilët keni besu çka?
keni besu Allahun, keni besu pejgamberin, keni besu kushtetutën e Allahut subhanahu wa taala, keni besu rregullat dhe obligimet që Allahu ja u ka caktuar, ju keni besu dhe keni dhënë besën Allahut që ju keni me izbatu. E duke izbatu ju rritet devotshmëria juaj. E duke ju largu kësaj, ti vetë se e largu nga një gjunah shumë i madh. Pas ja ju helledhin amin, çka do të vjen. Kjo është pjesa e parë. E pjesa e dytë ka të bën me wa kunu ma as-sadiqin, edhe rini me të sinqertët, rini me të drejtët. Thon ulemaja, qëndrimi me të drejtët në fjalë dhe të drejtët në vepra. Nga se vetëm këta janë sinqerisht tamam musliman. Nuk ka mundësi dikush mos më kon i drejtë dhe më kon musliman i mirë. Nuk ka mundësi më kon dikush musliman i mirë dhe nuk është i drejtë me shokin e vet, nuk është i drejtë me familjen e vet, nuk është i drejtë me bashkëshortën e vet, nuk është i sinqert kur falet, nuk është i sinqert kur premton, nuk është i sinqert kur flet. Nuk ka mundësi më kon besimtar tamam. Por çata Allahu subhanahu e ka ndërlidh këtë ajet me frikën ndaj Allahut subhanahu. Ka thënë ja helladhina amanu ittaqullah. Fillimisht ki frikë Allahun, pastaj rri me të drejtët. Në këtë kontekst është edhe hadithi që shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi prej Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aleikum bis-sidq, mbajuni sinqeritetit ose mbajuni drejtësisë. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-janna. Nga se sinqeriteti të udhëzon, të drejton, të përudh drejt mirësisë dhe mirësia të përudh drejt xhennetit. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktabu 'inda Allahi siddiq. E nuk vazhdon një njeri të jetë i sinqert dhe ta kërkon sinqeritetin vazhdimisht derisa të shkruhet tek Allahu subhanahu wa taala siddiq, më i sinqerti, më besniki. Shiko lidhshmërinë që Allahu i bën këto ajete. Domethënë, ta kesh frikë Allahun subhanahu, të rish me njerëz të sinqert, e ndejtja me njerëz të sinqert, të bëj ka ti siddiq, me emërtimin më madhështor që ka mundësi me u emërtu një njeri. E që kjo çon ti në xhennet. Sikurse e dim hadithin e mirënjohur që shënon Imam Ahmedi, Abu Davudi dhe Imam Tirmidhiu prej Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el mar'u ala dini khalili. Njeriu është në fenë e shokit vet. Andaj le të shikon dikush prej juve se kë po e zën për shok. Keni kujdes kanë zëni për shok. Nga se tham se ky hadith e tregon rëndësinë e madhe shoku i mirë, nga se shoku i mirë është fe. Njeriu prej shokut të mirë merr tabiat, njeriu prej shokut të mirë merr ves. E ky ves ndonjëherë mundet me qenë ves i mirë, ndonjëherë mundet me qenë ves i keq. Andaj nëse është ves i mirë, duhet të jetë prej njerëzve të sinqert, e cila rrugë do të shpinë në xhennet. E nëse janë vesit të këqija, Allahu na ruaj, nuk ka ku me shpi tjetër, vetëm në xhenemin e Allahut. Thirrja e dytë dhe kategorizimi i dytë është thirrja për bindje dhe përgjigje ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe ndaj pejgamberit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu në surën Al-Anfal, ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O ju të cilët keni besu, përgjigjuni thirrjes së Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ato ju ftojnë në atë që ju jep jetë. Kush jep jetë? Allahu. Po Allah s'po thot mbindje ndaj ti, po thot mbindje ndaj asaj që jep jetë. Andaj thon ulemaja se këtu ajo që jep jetë është feja e Allahut subhanahu. Pra që muslimani të hyjë në Islam hakikat, të bindet urdhrave të tij, të Allahut subhanahu taala, nga se gjallëria e Islamit ta gjallëron zemrën tënde. Gjallëria e zemrës tënde të jep jetë, ta zgjat jetën na që themi. A ke pa ndonjëherë ndonjë fjalë e mirë e dikujt, thua ke zgjat jetën. Ndonjë emrolur e dikujt, thot ma ke nxi jetën. Në këtë kontekst është edhe ajeti abasa wa tawalla, umrol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ktheti shpinën. Ju nxi jeta atij, ai se ka pa, ka qenë çorr. Dikush ka kallxu, që dikush u ka mërzit. Allahu subhanahu taala ka kallxu se zemra e tij u ka brengos. Andaj thot Allahu, përgjigjuni asaj që jep jetë. Përgjigjuni kushtetutës Allahut. Që shko mundësi dikush me qenë i gjallë pa namaz, që shko dikush mundësi me qenë i gjallë pa ju bind Allahu subhanahu wa taala, që shko mundësi dikush me qenë i gjallë duke i mos përfill rregullat, urdhëresat, ndalesat që Allahu subhanahu wa taala i ka kurzu për robërit e tij besimtar. Kërkush nuk ka shtin në këtë din me zor. Ti ke thonë që un jam besimtar, Allahu ty po drejtohet.
Fjala idha da'akum lima yuhyikum, kur ajt ju thëras për diçka që do t'ju jap jetë, thonë ulemaja është një cilësi e përhershme në çdo urdhër të Allahut. Sepse në zemrën e gjallë ka vend adhurimi. E kjo është reciproke. Adhurimi e ringjall zemrën, zemra e gjallë kërkon adhurim. Adhurimi e ringjall zemrën, zemra e gjallë kërkon adhurim. Andaj ta pyesim veten na sinqerisht dhe realisht, a jemi përgjigj Allahut subhanahu wa taala dhe të dërguarit të tij, apo thjesht na dëgjojmë edhe nuk veprojmë? A jemi prej llojit të ajetit që tha Allahu sami'na wa ata'na, dëgjuam dhe u bindëm, apo thjesht dëgjuam dhe nuk u bindëm? Dëgjuam dhe vazhdojmë mos mi përfill thirrjet e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu me një ajet tjetër thot Allahu në surën Al-Hujurat, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli, o ju të cilët keni besu, shqip, mos i jep ti zor para Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos i parapri ato, mos fol ti kur ka ajet, mos fol ti kur ka hadith. Gjithashtu Allahu urdhëron që mos dalimi para Allahut dhe para pejgamberit të tij. Çish ka mundsi njëri me dal para Allahut, tek Allahu ndjeshmëria është pak më e madhe. E thotë nuk i dal karshi Allahut. Por realisht sa ajetin na e përfillmi që Allahu na ka pru ajet, na e besojmë se ajeti është fjala e Allahut subhane. Allahu na flet neve direkt edhe na vazhdojmë mos me përfill. A nuk i bën që kjo që mos me përfill Allahun subhane? E çish ka mundsi dikush me i parapri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Pejgamberi nuk është gjallë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa hadithet na i ka thonë. Ai respekton na krejt hadithet. Ai marrmi krejt hadithet nga zemrës, sikurse hadithin më të dashur që ti e ki, apo ndaj hadith e kshir me një sy tjetër, kët hadith ndoshta nuk e ka kohën, kët hadith ndoshta hoxha s'ka ditë me çka. Krejt këto janë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu po ta ban me dije, mos parapri, mos fol ti kur ka ajet dhe kur ka hadith, mos jep mendim kur ka ajet dhe kur ka hadith. Andaj pyete veten tënde sinqerisht edhe realisht, dëshirat e tua a përputhen me urdhëresat dhe ndalesat e Kur'anit dhe haditheve, apo fare nuk e ki këtë gajle? Lutim Allahun që të jemi prej atyre që dëshirat tona përputhen me ajetet dhe me hadithet. E mos të kemi diçka qef, ose edhe nëse kemi qef të ndalojmë vetëm për shkak të ajeteve dhe haditheve. Thirrja e tretë që Allahu ju drejtohet, ose kategoria e thirrjes së tretë, është thirrja për pendim dhe kërkim falje. Thotë Allahu në surën At-Tahrim, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, o ju të cilët keni besu, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert. O ju të cilët keni besu, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert. Thot Imam Ibn Kathiri rahimahullah në komentimin e këtij ajetit, një pendim i sinqert dhe i vendosur, i cili i fshin mëkatet e mëparshme. E çish është ky pendim? Tregon një hoxh i madh, një shejх i madh i tefsirit Ibn Jarir at-Tabari, se Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu ka qenë duke e majt një hutbe, edhe ka rastis të ky ajeti, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, o ju të cilët keni besu, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert. Dhe ka thonë Omeri radiallahu anhu, pendimi i sinqert do të thotë që njeriu të kërkon taube për një mëkat të bërë dhe mos të kthehet te ky mëkat asnjëherë. Pendim hakikat, pendim pa hajgare, pendim pa mëdyshje, pendim me gjithmend. Kjo është alameti i pendimit të sinqert. Andaj pyete veten se a je pendu sinqerisht për ndonjë mëkat të caktuar me këtë lloj pendimi. A je pendu edhe mos je kthin mëkat? Nëse po, atëherë dije se Allah subhanahu wa taala të ka bë prej llojit të cilët kanë kërku tawbatan nasuha, pendim sinqert, e padyshim që ky pendim është i pranuar. Thirrja e katërt, të cilën Allahu e potencon Kur'an, e që realisht të kjo thirrje krejt na bim, pa përjashtim të asnjënit, është thirrja për moral dhe sjellje të mirë. Thot Allahu subhanahu po surën Hujurat, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, o ju të cilët keni besu, largohuni nga shumica e paragjykimeve. O ju të cilët keni besu, largohuni nga shumica e paragjykimeve. Sa prej neve dim me mendu me mendjet e tjerëve? Sa prej neve dim me thonë, unë e di çka do me thonë kjo realisht. Unë e di se ki kamuflazh e ka.
Unë e di ku i ban parët. Unë e di ku shkon ki. Mos ma kallzo ti mu këta. Sa prej neve kemi këto shprehje për ditëshmëri. Allahu subhanahu wa taala ja alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Largohuni prej shumicës së paragjykimeve, fa inna ba'd adh-dhanni ithm. Nga se disa prej paragjykimeve janë mëkat, janë haram, rruja krenarin muslimanit. Edhe në qoftë se ti e sheh në një mëkat caktuar, mbajen vete. Mos u mundo me paragjyku, mundohu me arsyetu. Wala tajassasu. Edhe mund ta përkthejmë mos i kërkoni mangësit ose të metat e muslimanëve. Mos u mundo me i ditë krejt punë. Mos u mundo me ja ditë krejt gjendjen muslimanit që e ka në shtëpi. Mos u mundo me fol në emër të atij në mos prezencë. Mos i ndjekni këto, leni musliman të jetojnë çashtu siç kanë qef me jetu ato. Nëse ki nevojë me e këshillu, nëse ti e din se të pranohet këshilla, këshilloje. Nëse ti e din se nuk ban dobi këshilla jote tek ai, mundohu me ja afruni njerit të cilin i ka hatër, ka mundësi me i bë dobi këshilla e atij. Nga se nuk është çështja e jote me i hetu të metat e muslimanëve. Çështja e jote është me pas mendim të mirë për musliman. Çështja e Allahut është me shpërbly dhe me dënu për veprat që muslimanët i kanë bë. Vazhdon Allahu dhe thot: "Wala yaghtab ba'dukum ba'da." Edhe mos ta ban gibet dikush dikan. Gibet mos ta përgojon. Çka është përgojimi? Na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Dhikruka akhaka bima yakrahu walau kana fi." Përgojim është me ja përmend një tmet të vllavit tant ose me përmend diçka që ai e urren, edhe pse realisht ai e ka. Me ja përmend një tmet, një mëkat vllaut tant që ti e din se ai e urren me ja përmend, edhe pse realisht ai e posedon si tmet, e posedon si mëkat. Kjo është përgojimi. Na e kemi përzi përgojimin me shpifjen. Pa e ndrejt shpak nuk ka mundësi. Ajo më vetë hynë në shpifje, nuk ka të bëjë me përgojimin. Përgojimi që na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që krejt na kemi problem me këtë lloj përgojimit, është që na edhe ndonjëherë në formë të hajgareve, duke bërë me shokët dhe doslarët e tonë, në prezencë të shumë njerëzve kemi dëshirë me ja përmend një punë që ai e urren me ja përmend. Kjo është përgojimi. Edhe pse ai realisht e posedon atë vepër, nuk i të ashtu kur gjon. Ama ai e urren. Kjo është përgojimi. Pyete veten, sa herë shpirtin tënd, nefsin tënd e ka randu mendimi i keq? Sa herë s'ka zonë xhumi tu mendu keq për dikan? Sa herë s'ka zonë xhumi tu mendu se kush çish i ka bë parët? Sa herë nuk t'ka zonë xhumi tu e përfol dikan shtëpinë tënde, ai shtëpinë e vet? Ose me thon ma shqip, sa shtëpi i ka shkatruar mendimi i keq? Realisht duhet me reflektu krejt na me vetët tona. E thirrja e fundit i përngjason thirrjeve në aeroport. Nëse ti e vonu edhe avioni është gati për me unis, të bëhet një thirrje e fundit, një anons i fundit, një paralajmërim dhe thirret emri. Nëse ti vonohesh pak minuta, avioni shkon dhe nuk ki mundësi me ezan. Ose na e dim se shokët doslarët kur thirin për qef ose për zor. S'ka të tretë. Ose do me pi një kafe me ty, ose do me ndru një muhabet me ty, ose ka një hallën i derë që ty ta ka besu se më është mja kry. Po thirret e Allahut subhanë nuk janë kësisoj. Allahu s'ka as punë me neve, as qef, as zor. Nuk ki mundësi ti Allahut me ja përmbush një nevojë Allahut. Pse? Nga se Allahu s'ka nevoja. Nuk ki mundësi Allahut me i dalë në krah për një zor të caktuar. Nga se Allahu nuk ka zor. Ai që ka qefe, edhe ai që ka zore, ai që din të kërkon, edhe ai që është i varfur, është njeriu. Ja yuhel insanu, ja yuhen nasu antumul fuqara'u ila Allah. O ju njerëz, ju kërrejt jeni fukara tek Allahu, wallahu huwal ghaniyul hamid. E Allahu është i pasur, është i lavdëruar, është i falënderuar. In yasha yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dhalika ala Allah bi aziz. Nëse Allahu don kërrejtve ju shkatron, edhe bjen një krijesë tre në tokë, edhe për kjo për Allahun nuk është e rëndë hiç. Andaj Allahu nuk ka zor, Allahu thjesht po don me shpëtu ty. Edhe nëse ti e vonu në përgjigjen ndaj këtyre thirrjeve, shpejto se pak minuta kanë mbet. Jemi në Ramazan, shumë pak ditë kanë mbet.
Askush prej neve nuk e din se kur kemi me vdek. Vdekja nuk ka garancë. Askush se ka marrë në letër të nënshkruar që deri në filan kohën ki mundësi me shty pendimin. Andaj, nëse ti realisht po e kërkon një arsye ose një thirrje më bindse, para jush është paralajmërimi i fundit. Thot Allahu subhanahu: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O ju të cilët keni besu, keni frikë Allahun subhanahu wa taala me një sinqeritet. Keni frikë Allahun subhanahu hakikat me të vërtetë, edhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. Ky është një urdhër nga Allahu subhanahu wa taala për robërit e tij besimtar që të kenë devotshmëri ndaj Allahut subhanahu wa taala, ashtu siç e takon Allahut subhanahu wa taala. Të jenë të qëndrueshëm në rrugën që e kanë filluar, se kërkush nuk ju ka shtyr me zor. Edhe të qëndronin këtë rrugë derisa të vjen vdekja. Është e njohur një shprehje e Sheikh Albanit që më kujton në moment. Na kemi hyrë këtë rrugë edhe ecmi sikur breshka. Qëllimi nuk është që na me arrit në fund të rrugës, për shkak se s'kemi mundësi me arrit. Dikush ka me vdek duke qenë në rrugë. Fundi i rrugës i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Ai është i gjalli, i cili nuk ka linjë dhe nuk do të vdes. Andaj ne nuk kemi mundësi me arrit në fund të rrugës. Po thot Sheikh Albani, qëllimi jon është me hyrë në rrugë edhe me vdek duke qenë në rrugë. Kjo është edhe kuptimi i ajetit. Nga se Allahu në këtë moment, nëse ti tan jetën ki qëndruar në këtë rrugë caktuar, Allahu nuk të korrit momentin e fundit. Allahu është i mëshirshëm. Është më i mëshirshëm se krijesat ndaj krijesave. Allahu është i mëshirshëm. Allahu nuk din me të korrit ty në momentin e fundit. Andaj nëse tan jetën ki jetu si musliman, nuk ta merr shpirtin e Allahut si qafir. Allahu ka me ta marr shpirtin në mënyrën se çysh ke jetu ti tan jetën. Nëse ti tan jetën i ke shërby fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit, Allahu ka me të shpërbly ti me një përfundim të mirë. Andaj klasifikimi i devotshmërisë, siç e përshkruan Ibn Mesudi radiallahu anhu, thot e para ti bindesh Allahut edhe të mos e kundërshtosh Allahun subhanahu wa taala. Ti bindesh Allahut në krejt çka Allahu ka thonë, në çdo urdhëresë dhe në çdo ndalesë. Mos me mendu se kjo nuk është in me kohën. Gjithçka është in me kohën që Allah e ka zbritur Kur'an. Edhe të mos e kundërshtosh, as mos të kesh mendim të keq dhe mos të vi rand ndonjëherë prej urdhëresave të Allahut. E dyta është ta përmendesh Allahun dhe mos e harosh. Fadhkuruni adhkurkum, përmendumni mua, unë ju përmendi juve. Po ashtu nesullahe fa ansiyahum, e harun Allahun subhane, e Allahu i haroj ato. A haron Allahu? Haresa është cilësi e mangët. Allahu është i plot. Por ato e harun Allahun me përmend dunja, Allahu ka mi harun ditën e gjykimit me shpërblim, nuk ju jep shpërblim. Dhe e treta është ta falenderosh Allahun dhe të mos jesh bukshkelt, ti mos i mohosh të mirat e Allahut që ti ka dhënë. Kjo ajet tregon nivelin e devotshmërisë që i takon Allahut. Por çfarë i takon robit? Thot Allahu në surën At-Taghabun: "Fattaqullaha mastata'tum." Kini frikë Allahun çast sa keni takat. Kini frikë Allahun çast sa keni mundësi. Kjo është devotshmëria që i takon Allahut. Ty të takon me pas Allahun çast, me pas frikë Allahun çast sa ti ke mundësi me pas frikë Allahun. La yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Nuk e ngarkon Allahu njeriu me më shumë se sa ai mundet me bajt. Andaj ke frikë Allahun çast sa ti ke mundësi. Nga se detajet e devotshmërisë që kanë të bëjnë me zemrën dhe gjymtyrët janë të shumta. Por në përgjithësi ato përmbledhen në një rregull, në zbatimin e asaj që Allahu e ka urdhëruar dhe në largimin e asaj që Allahu e ka ndaluar. Është rregull shumë i thjeshtë. Nëse don me qenë i devotshëm, thjesht duhesh me zbatuar ata që Allahu e ka kërkuar dhe duhesh me ju larguar asaj që Allahu e ka ndaluar. Po ashtu thirrja e dytë që është në konotacion me këtë parën, e përmbushin njëra tjetrën. E para tham, me pas frikë Allahut mos me vdek pos duke qenë musliman. Kjo është e para. E dyta, që realisht na nëse nuk kemi marrë mend kur gjë prej ligjëratës, vetëm nëse dalim me këto dy kuptime dhe jetojmë me këto dy kuptime, do ta shohim se çka vjen në fund. Thot Allahu në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." O ju të cilët keni besu, fillimisht ruajini veten tuaj, sigurojeni veten tuaj prej zjarmit të xhenemit, e pastaj sigurojeni ju familjen tuaj prej zjarmit të xhenemit. E para ke mos me vdek pos duke qenë musliman, duke pas frikë Allahut subhane. E dyta, ta marrësh ti për veti garancën tënde se ti ke shpëtuar në ditën e gjykimit. Ku anfusakum, ruajini vetet tuaja. Fillimisht vetja ka përparësi para se gjithash,
dhe pastaj ruajini familjen tënde prej zjarmit të xhehenemit. Waquduha an-nasu wal hijara, të së cilit zjarm lënd djegse janë kush? Gurët dhe vetë njerëzit. Me ty ka mu kallë zjarmi i xhehenemit. Djegët trupi të rikthehet prej fillim, djegët prap të rikthehet prej fillim deri ku? Deri në pafundësi. Andaj ruajtja e vetes bëhet duke i zbatuar detyrat e Allahut subhanahu wa taala dhe urdhat që ai na i ka caktuar në Kur'an, duke qëndru stoik dhe besnik ndaj parimeve të Islamit, duke u shmangur ndalesave të tij dhe duke u penduar për gjitha gabimet dhe gjitha mëkatet që na i kemi bërë. Kështu sigurohet vetja prej zjarmit të xhehenemit. E çishme e siguru familjen? Thon ulemaja, ruajtja e familjes dhe fëmijëve bëhet duke i eduku ato në Islam, duke ju mësu atyve parimet islame, duke u kallëzu atyve se çka Allahu ka urdhëru dhe se çka Allahu ka ndalu, çka është fe e jona dhe çka s'është fe e jona, çka është përngjasim i joni me mushrikt, me shkijet, dhe çka është përngjasim i joni me gjeneratat e para të muslimanëve. E nëse donë që djali jot me u bë si emrat e mëdhej të sahabive, duhet që me jetu sikur se kanë jetu sahabit. Kështu ruhet dhe edukohet familja prej zjarmit të xhehenemit. Njeriu nuk ka mundësi me qenë i shpëtuar përpos duke i bashku krejt këto thirrje dhe duke vendos që përfundimisht duhet me ju përgjigj këtyre thirrjeve. O të dashur, ky Ramazan është mundësi e artë. Po ka mundësi që kjo mundësi me qenë fundi për neve, nga se ne s'kemi garancë. Sa njeriu e njohim na, unë realisht isha dukshir në kontakt list për 3-4 vjet, më shumë se 5 persona që i kam kontakt listën e telefonit kanë vdekë, kanë ndru jetë. Që i bjen se ato në këtë Ramazan nuk janë. E ka mundësi që në kontakt listën e telefonit mos tjetë emri, realisht tjetë emri dikujt prej nesh, po mos tjetë prezenca e tij në mesin tonë. Na nuk kemi garancë se kur kemi me vdekë. Është koha e fundit. Është Ramazan. Dyert e xhenetit dhe dyert e rahmetit janë të hapura. Dyert e zjarrit dhe dyert e ndëshkimit janë të mbyllura. Allahu ja ka obligu vetes tij që në këtë Ramazan mas shumë ti të nxjerr dhe të shpëton dhe të liron qafa prej zjarrit të xhehenemit. Kush je ti që Allahu më ka obligu vetes vet me të liru ty prej zjarrit të xhehenemit. Andaj mos na xhen Bajrami pos duke ndryshu na, e mos të ketë mundësi me na kalu ky Ramazan pos duke ju dhënë përgjigje këtyre 3 pyetjeve. Pyetja e parë, sa kemi me dalë na prej Ramazanit me zemër të pastërt? Secili le të jep përgjigje vetes vet. Pyetja e parë, a kemi me dalë na prej Ramazanit me zemër të pastërt? Pyetja e dytë, a do ta bëjmë thirrjen e Allahut ya ayyuhalladhina amanu udhërrëfyes të jetës tonë? Apo prap kemi vazhdu me jetu me qefët tona? Edhe pyetja e tretë, a do të jemi prej llojit të besimtarëve që thanë semi'na wa ata'na, dëgjum dhe u bindëm, apo do të jemi prej llojit të tyre, sikur se i ka përmendur Allahu në surën Taube, kanë kërku ajete edhe Allahu ju ka dhënë ajete e pastaj ata prap s'kan besu. E Allahu thotë ja u kemi smu zemrat më shumë se sa i kanë smu. Pra ja u ka shtu kufrin zemrat e tyre. Andaj nuk ka kush me ju dhënë përgjigje këtyre pyetjeve. Na lutim Allahun që Allahu këtë thirrje që na e ka bë, na e mundson që sinqerisht na të përgjigjemi Allahut në çdo lloj thirrje. Na ban prej llojit që do të themi dëgjuam dhe u bindëm pa i kontestu, nga se nuk jemi na të denj. Allahu është i pagabueshëm, nuk ka mundësi me gabu Allahu. Andaj nëse është i pagabueshëm, nuk ka hapësirë për kontestim të diçka që Allahu ka thirrë në të. Lutim Allahun që të na ban prej atyre që janë të bindur ndaj thirrjeve të Allahut. Na i largon pluhurat prej zemrave tona, na ban gjuhat e lagura me përmendjen e Allahut, na i pranon veprat e mira, na mundson edhe shumë Ramazana të tjerë, na mundson që të pendohemi tek Allahu me një pendim të sinqertë, na mundson që Allahu Yawmul Mazid, sikur se kanë përmend në Kur'an, ditën e shtimit, ta shohim fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Andaj është mundësia më e artë në këtë Ramazan që ti me e bë kthesën më të madhe të jetës tënde. Çish me bë kthesën më të madhe?
për krejt gabimet dhe krejt veset e këqija që i kem vetvete nuk ka mundësi me i ditë dikush më mirë se ti. Andaj merri shkruajnë notes, edhe ti e din se ku ki veset këqija, duke filluar nga vesi më i pak, ndoshta mund të jetë pirja e cigarës, deri te vesi më i keq që mund gjendet tek një njeri. Duke mos u thellu, nga se nuk është puna jonë, sikurse e përmendëm në fillim, me i caktu se kush është i mirë dhe kush është i keq, dhe ti fillon me bë klik gjelbërt aty ku e ke kalu testin dhe fillon me bë pika të kuqe ose x-a të kuq aty ku se ke kalu testin. Për fund, mos harojmë vëllezër, nga se jemi në ditët e fundit të Ramazanit, mos t'i harojmë vëllezërit e tonë në Palestinë, nga se i kanë momentet më të vështira të jetës së tyre. Ndoshta pas pak çastesh për neve është iftari e për ta mundet me qenë vdekja. Na kemi me pi ujë dhe kemi me hangër bukë, ndërsa ato nuk kanë çka me hangë përpos mishit dhe trupave të fëmijëve të tyre të mbytur dhe gjakut të tyre të derdhur. Nëse na nuk mundemi me i pa në fotografi dhe në për video, ato janë duke jetuar me këtë më shumë se një vit, nuk e di saktësisht. Luteni Allahun që Allahu këtë dorë uzurpatore Allahu ta shkatron. Këtë dorë e ndihmon Allahu t'i ban helas ndërmjet vjete. Na e tregon Allahu fuqinë e tij karshi këtyre uzurpatorëve dhe t'i lënë rahat dhe t'i kthehet vendi atyre që u takon e këto ndytësira dalin prej atij vendit nga se nuk është i tyre. Andaj mundësia më e madhe në këto net fundit me lut Allahun që Allahu t'ju jep fitore muslimanëve kudo që janë, e veçanërisht në Palestinë dhe në Gaza. Lusim Allahun të na bën sinqert në atë që e themi. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.